e njerëzve. Fare nuk ekzistonte. Ç'a ndodhi? Mrena natës ai doli kështu si i preferuar për i orë. Pse? Për gjynov. Pse? Sepse ai shkoi te dhoma e rrëfimit, nuk e dinin, edhe ka thonë atë historinë që ka thonë për gjynaf. E kupton? Që më erdhën, më lanë, më morën, dolën peng, nuk më lanë, shkoja. Prap doja, ajo. Edhe ne u abitëm si ka mund si dali ky, e kupton se mos ka mos. Tash doli vërtet doli mbrapa. Nuk e di fare. Që ky pas ka dalë atje. E pas ka thonë që më erdhën, më kapën, më lanë se unë dashuria, se kjo, se ai, tani ky publiku, e kupton? E kupton këtë njeriu që është i përdor këto gjërat vetëm për të shpëtuar. Sa ti vin dorë. Iqe se qeka, nuk e di qa qeka, kupton? Qeka i marru vare. Ma e merë pësdoli. Kaq, marroje e kryu. Komardarja e atit është Brikena e tha, iki thas. Me i rizikuar jam vetë. Ti e rizikuar e a i del. Shumë i rizikuar. A i del, marroje. Edhe ti e shumë i rizikuar. Unë pojër. Unë së zëmë zë gjumë. Nuk po dolla me 10 veta tur të vi, e të higi, e mos duke mo, në Tiranë. Duhet na votojnë. Po ti ke shumë fanca miri. Do i thuash atyre që fillojnë me gërm teke. Fanca dhe çunë. Votojnë mua. Ose të paktën vetëm gaforret. Gjithë gaforret. 11 shenjat e tjera mbaj, s'ka gjë. Gaforret votojnë. Ai shumë janë të gaforret. I mysin gjithë 11 shenjat e tjera. Nuk ekziston mo. Asnjë shenjë. Se që mbroti njëri tjetër, në asiste të përgjigje për vetë në vetë, për që i thoja, unë mbronda të tjetëri, një tjetër. Grupi që jam, nuk më tore, po si ka mundësi, më ka sjellë zoti një lloj psikologjie të frikshme. Ju thash, është për gjunov, ai lloj televotimi. Çiftin tentativ. Bukën e hanë kot, mbron njëri tjetër, në asnjë flet për vetë në vetë. Një fjuelën tim. Po jo, thjesht mendova se do e shfrytëzonte. Dhe kam përshtypjen mendoj se do vazhdoj. Angela, ishte një ku i thash Stenados nuk e jep shumë për femrat, do të jesim këtu kur po ziheshim? Po. Doli fjala ime direkt. Po. Po, Sta dëgjoj njëri fjalën. Jo s'ma dëgjoj më jo, prekaj aty. Mu kthyn kundra. Ky Mateo që bosi çuni mirë i thash Odaja, i ke hyp kalit mrapç. I kthej Tinës, po ti si hyp kalit i tha. Pa pikë në turp. Nuk e sheve ku është koha kalit. A kupto ti tash dhe më thot më jo po ti je pa turp, që ndërkohë që unë asnjë gocë këtu mren. Edhe dini shumë mirë që nuk jam kthy kurr me ofendime. Çunave po, që gjithë i kthen prap. Po një gocë ti thosh si hyp ti kalit pa pikë turpin na tregoj edukatën moralin ti? Kur na ndodhi kjo mre? Kur ka hi kjo? Edhe tani mërziten kur ja kthen po prap mrapç. Po aty le të qaj, si fëmijë, prandaj thash feshkull. Deri djem thoshte mu, si të vjen zor 60 vjeç që fle